Brenda ati okupimi, ne ndërtonim botën tonë të lirë, sepse adin kur është i lirë na em njeri jo, kur shpirtin e ka të lirë. Dhe ne këshim kriju lirin tonë shpirtnore. Edhe vullnetin, edhe nuk ka pas kush, s'po flas për vete këtu, po flas për krejt njerëz që kanë punu, edhe për kontributin e secilit, sepse liria nuk është pronë e asnjë individi. Liria nuk është pronë e asnjë grupacioni. Liria është e të gjithë. Sepse që të gjithë kanë kontribu për liri. Edhe fëmijët madje e kanë kontributin e vetë për lirimin e Kosovës, për lirin, diçka më sublime mbi të gjithë ne. Dikush dikush më pak, natyrisht. Sigurisht. Edhe mbi të gjitha ata që s'janë më. Ata që kanë dhënë jetën. Luftarët e lirisë. Në sa nomenklatura ke qenë deri në vitin 2017 ke qenë deputet në Sardin? Jo, na jem tash këta që e kanë kthy politikën, e kanë bë mosh, edhe e kanë bë me ka plot atë që janë shumë më në mosh se une, edhe ka që kanë shumë ma shumë se unë po mandate në parlament, po mu më thojnë ti je ke bëj shumë. Unë kam bëj me aftu shumë, atë sa kam qenë rezultati i punës tonë. I punës tonë, i përkushtimit, sepse njerëzit kanë votu. Edhe nuk jam nalë, pra po them, sepse unë nuk e kam punë profesione. Se pyetjen e kam këtu. E përjetove një ditë të jesh njëra nga ata që shpallën pavarësinë e Kosovës. Edhe në shkruajtje pavarësisë së Kosovës. Dhe ishte kulme. Si e kujton atë ditë? Ishte kulme, ishte satisfaksioni më i madh. Nga më të bukurat e jetës. Satisfaksioni jetësor. Mas krejt asaj që kishte ndodhur me këtë vend, me këtë popull, mas krejt tragjikave, mas krejt atij dëbimi, mas krejt asaj golgotën në për të cilën kishim kalu. Mas krejt asaj atij dëbimi biblik. Ne kam shkruajt dëbim biblik, mas krejt asaj punë të jashtëzakonshme që kishim bë, ishte satisfaksioni më i madh me. Ishte në të njëjtën sallë ku kishe votu kundër. Po. Ishte në të njëjtën sallë ku gjenis rezistencën. E vërtet. Edhe ishte në të njëjtën sallë që ngritse dorën për shpalljen e pavarësisë asaj që kishe synu edhe kjo në jetën tënde. Kjo më ka ndodhur veç mua. E bukur. Nëse në kretë aty në deputet. Aty në deputet, hati mirë. Po. Absolutisht po. T'ja tregosh se t'ja u shkruar brezave, a disa madhështor është. Po. A disa krenari është. Dhe e bukura është Meliata është krenari edhe për neve që e kemi një personazh përmes të cilit edhe flasim për historinë tonë. Absolutisht. Dhe ky personazh na vlen edhe si rezistencë ndaj aty në armiqve që kishin synu veç robrinë tonë. Edhe kemi tregime. Po, edhe lirinë tonë e kemi të merituar. Absolutisht. Në mënyrë të falur. Absolutisht. Megjithatë gjatë 500. Ndihmume, pafundësisht mirë njës për krejtëmisht për Sheban, për Naton, për që të gjithë, por e merituar. 540.000 jemi vrarë prej 1840-s. Kjo nuk ishte punë e veç e brezit tonë. Kjo ishte punë që na jem prej 1877, 78, 1844, kur e ka bo elaboratën e parë Garashanine. Këtu fillojnë këta 540.000 të vrarë. Flasim për historinë më tretë shqiptarëve. 1877-78, kur mbranda një muji, 2 mujve, janë dëbu mbi 200.000 deri 300.000 shqiptarë, nga Sanxhaku i Mishit. Një më shumë se territori sot e Kosovës, ka pas aty, por edhe populata, se në atë kohë krejt shqiptarët ishin dikun rreth 800.000, ose ishin serbët ishin më pak, në atë kohë, edhe me territori ishin shumë më pak. Dhe me ato pushtime, me ato, që për e atëherë dhe më thamë, lufta nuk ka nale këti populli kur. Dhe prandaj ishe madhështore. Kur me 17 shkurt 2008 e përjeton edhe pavarësinë e Kosovës. Vili do doja me të marrë. Por kjo nuk është fundi. Ja. Kjo nuk është fundi na. Ja, sigurisht. Ende kemi për të bë. Dhe unë e di që edhe ke lexu edhe din i madh Lazgosh Paradesi, kur e pa thonë mos e pifsha këtë gotë, po nuk u bë bashkë.
Kosova me Shqipni. Dhe ka ngrit gotën 3 herë. Dhe unë po them sot mos e pifshim Mos këtë e gotë, pifshim pa këtë mos gotë. më u bashku Kosova me Shqipërinë. po mos e bofshim edhe Dardani. Edhe Dardanin, Kur të qenë ministres, kemi folë në Kosovë, se populli fletë, din tash gjithmonë ke qenë pjesë e popullit, edhe populli edhe fletë, edhe janë dy gjëra që janë folë në drejtimin tënd se është ministresh që i ka fitu votat, po që Rugova e ka shkru, emrin e saj, më thonë ka thonë Melihatja ministresh pa tjetër, edhe që nuk lëshon pe. Për çështje kombëtare nuk lëshon pe. Edhe bukur është për flasë. Dyjat ja kanë qëllu. Të dyjat ja kanë qëllu? Po. Sa Dyjat ishte janë të vërteta, po. Po. Edhe doktor shkence? Kur më propozoi presidenti Rugova, kur na propozoi për ministra, Ministria e Shërbimit Publik ishte koxha me do të lashe serioze, ishte ministria më e madhe. Po, më e madhe. Ishte më madh. Po, shumë. Ishte sa në gjithë qeveria. Edhe nuk e harroj kurrë, edhe këto më duhet më shkruaj kur të bëj atë librin tjetër. Pjesën tjetër. Po, pjesën tjetër. Edhe e thanë mbledhjet kryesisë, që të tha veç me Lihati monet. Natyrisht nuk jartë bashmirë këtyne mashkojve, a burrave me thonë. Aty, po. Nuk jartë bashmirë, veç me Lihati tha këtë ministri mundet me punu, si janë e tha jo. A pse që populli e nin, thot, gjyshi imi ndjef, është populli e nin dreqin, i paraprin ka në... Populli zgabon. Në këtë. Megjithatë... Populli zgabon kur? Edhe kur gabon, populli zgabon. Edhe kur gabon, populli zgabon. Bukur, e bukur kjo. Megjithatë, absolutisht, me tanë energjin tënde, me gjithë personalitetin tënd, personazhin tënd të krijuar, gjithmonë në shërbim të vendit, të atdheut, dhe e bukur është që të kemi edhe doktor shkence, kështu e realizuar në çdo aspekt, një përvojë shumë e gjatë në kohrat të vështira, të rënda, të luftës e të lirisë, pjesë e pandare politikës, e ndërtimit, e së ndërtimit të këtij vendit, të këtij atdheu. Sigurisht ke kriju një koncept që një njeri si puna jote, çfarë do t'ju thoshte të tjerëve në raport me atdheun? Çfarë do të bëjnë? Me shtetin. Unë e kam qef me thonë me atdheun e aty të ne e shohat pjesën që e përmene. Po. Me këtë gotën e paradecit. Po, patjetër. Naim, atdheu nuk është një objekt. Atdheu nuk është veç territori. Atdheu nuk janë veç godinat. Atdheu nuk janë edhe veç njerëz shkputun prej territorit. Atdheu është krejt, atdheu është shpirti. I individit, i shqiptarit, edhe i krejt kombit. Dhe atdheu do të me dasht. Fort do të me dasht. Kur qysh mos më ja bë me hile? Veç do të me dasht. Me dasht. Madje edhe nëse nuk don, do të me dasht. Absolutisht. Vesh kështu, prej kohës rilindasve, ju ka plos zemra 1000 herë. Se cilit prej neve na ka plos zemra në ashta po ashtu. Edhe sot në ashta na plos shumë herë, por atdheu nuk dëmtohet për asnjë arsye. Veç atdheu, veç shteti, veç populli nuk guxon dëmtohet. Na muj me por plos. Muj me bo për plasjat muj me bo, jo pe boj, jo s'pe boj qeverin, jo e bo në ky, jo se bo në ja. Aty ku preket, interesi i shtetit, i kombit, aty s'guzon me prej kërkush. Nas një njërë. Kjo menoj është moto për me qëndru, për me u zhvillu, për me studje, me ecë për para. Dhe kjo nuk e kemi vetëm ne. E kanë pas para neve. Nuk do të bojë ndryshe, nuk do të mbahej kur ndryshe, edhe që ajo ngrim Shqipni, edhe që kjo ngrim Kosovë, që janë sa krejt bota. Sigurisht. Çfarë mërzit në këtë raport?
Ne kemi do problemet më dha me spari për mu është shumë problematike çështja e identitetit. Identiteti kombëtar. Aty mendoj që aty zguzoj me prek. Aty kur fillon me lëviz edhe me ulkund identiteti kombëtar, aty tani ka rrezikë të mëdha, ka probleme të mëdha.